Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Star Memory, këtu në Star Plus TV. Këtë emision, si dhe programacionin e këtij televisioni, për vetë semantën të thjesht, ju mund të ndiqni edhe në forma tjera alternative. Mund të ndiqni në paketën kablore Upcom në kanalin 143, në paketën tjetër digjitale TV Alp, e cila shihet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Dhe së fundmi mund të ndiqni nga gjithë bota nëpërmjet internetit, mjaftohet të keni internet, në opsionin live stream në website-in tonë zyrtar www.starplusvistv.com. Star Memory për sot është një dokumentar biografik, i cili në qendër të tij ka një personazh shumë planësh, shumë faqesh, një erudit në kuptimin e plotë të fjalës. Një personazh i cili qëndroi në raporte të zhdreta me kohën e shkurtër që ai jetoi. Jetoi vetëm 25 vite, por kjo jetë shkurtësi e tij qëndronte përballë trimërisht punës së paloshme në lëmin e letrave, në lëmin e mësimdhënies, e kritikës, e prozës, e poezisë, e krijimit të teksteve të reja që kishte aq shumë nevojë. Vendi, flasim për vitet 1947. E gjithë ky turravrap i këtij të riu u ndërprej nga ai sistem i cili nuk donte figura të tilla, nuk donte fuqi pozitive të tilla, nuk donte intelektual, nuk donte persona që e donin lirinë dhe për liri flisnin, ëndrronin dhe punonin çdo ditë. Gjitet ndër horizonte, hylli i vdekun ngadalë, kur nuk u pa, jetonte, ta shifet që s'është gjallë. 6 mars 1922, 10 tetor 1947. Është ky një segment i shkurt në dimensionin kohë, por tepër i shkurt në hapësinën jetësore njerëzore. E pra, brenda një këtij afati ka shtytsunguem, u rrit, punoi dhe u mosakrue Qemal Draqini. Koha aventurave fëminore rrëshiti shpejt. Ai u burnue, më mirë me thanë, spati adoleshencë, spati jetë e pleqni, por vetëm fëmini e rini të trazueme e vdekjet pa pritën mizore. E megjithatë sado e shkurt, kjo pjesës jete e tij u ngjyrua edhe ajo me dhimbje e dram. Kur shokët e tij u kushtoheshin lojnave të fëminisë, ai u nënshtrua vullnetarisht një jetë të rrep, gjysmë të mshet, ju nënshtrua regjimit të grupit kryengritës. Shpirti i tij zjarrt në trupin e tij ende fëminor, shtyn heret ka maje ideale shfisnike, por edhe e pëson heret zhgënjimet e idhta që s'do të mund t'i harroj. Familja Draqini është një familje shkudrane e vjetër, një familje me tradita që ndoshta patriotike dhe kulturore. Baba i Qemalit, një familje mjaft me numër që pat 3 djem dhe 3 vajza. Tu kanë vllai madh i familjes e tij i merr mbrojtje gjithë, siç është më natyrshme. E kisha për të thënë që pastaj shkallën e komunikimit, e mënyrën e komunikimit i vendosi sipas edhe grup moshash. Mendoj se Rifati që ishte vllai madh që ishte më afër, gëzote i nivel komunikimit ma burnor, që ose të ta marrim kështu. Pastaj fëmijët tjerë normalisht prej diferencës moshës, besoj se qëndrojnë ndikun mes llastrimit, mes përkthelisë, mes dashurisë. Për Axhen Tem Qemalin gjithmonë është fol, duke pas parasysh se baba im pat lidhjet më të afërta me Qemalin, se ishte fëmia i dytë. Qemali ishte i pari, baba ishte i dyti. Si në shkollë, si në jetën e përditshme ata kanë pas lidhje më tepër bashkë. Pavarësisht se gjendja ekonomike e familjes Kasem Draqinit nuk që kujtës çfarë, ai drejtor të një hotel në Parruc, edhe kishte si mjet jetesat. Prind nuk u kursyn, ma i sa mujten për me arsimu këto djemt e vajzat, vlerësimi që i moshin ata shkollimit të fëmijëve, arsimimit, shihet dhe në bibliotekën e pasën që u kriju
prej qemonit edhe vëllezërve. Se të krijosh një bibliotek, duhet një farë fondit dhe familja pa i krye këtë mundësi. Duhet venduke se Qemali Verdh shkonte dhe punonte në magazet e djallarëve. Qemali kreu shkollat fillore deri në gjimnaz, pa ndërpremje, që një nxënës i shkëlqyshëm. Kjo shifet edhe në ditarët e tij se çfarë preokupacioni kishte, sidomos para provimeve të matematikës dhe të fizikës. Ishin këto intelektual të cilët përbënin një bërtham shumë premtuese për Shkodrën. Këto anëronin pikrisht atë që thot Bibla. Bibla thot, e para lindi fjala. Pikrisht fjalën donin ata, lirinë e fjalës. Dhe për këtë u persekutun, po si nga fashizmi, ashtu edhe nga komunizmi. Qemal Darçini për herën e buzë të Greminës me rrezikun u rrit binjak. Mjerimi la gjurmë të thella në shpirtin e tij të ndjeshëm, prandaj u josh nga mirazhi i idealeve që premtonin horizonte të ndritshme të lirisë shoqënore përmes veprimtarisë klandestine. Kjo shpjegon lidhjen e hershme me Qemal Stafën, pa i mbush 15 vjetët. Në dhomën e tij gjindej kurdoherë me Emin Durakun, përkushtuar veprimtarisë ilegale. 16 vjeç e gjysmë ai qëndronte në bankën e të akuzuarve, bri Qemal Stafës dhe anëtarëve të tjerë të grupit komunist të Shkodrës. Ishte aq i ri sa trupi gjykues hezitoi në fillim për dënimin e tij. Në pranverën e jetës, trupin dhe shpirtin e tij e mbërthyen prangat e të burgosunit politik. Në dimnin e vitit 38-39, në fshatin e largët të vetmuar të malësive të Beratit, ishte burgu i Mbreshtanit. Tu e kujtuar Mbreshtanin, ai vetë ma vonë do të shkruante. Çuditem dhe unë nga fakti se me çfarë ngulmimi ngjarje portretet e asaj kohe me paraqitin përpara syve të kujtesës në këtë natë të qartë gushti. Figurat e shokëve të fatkeqësisë, fytyrat e shokëve të dhimbjes, zhdukun në mes të valve rrëmbyese të jetës sonë. I shoh ende kret të gjallë, ka heci ngadalë pse janë të rëndë zinxhirët. Shpatullat e tyre janë të përkulena, pse fatkeqësia dhe dhimbja përkulin edhe shpindën e re. Mbi fytyrat e tyre, në pjesën më të madhe e fytyrat të rish, shtrihet veli i zymt i trishtimit. Ky njeri nuk pajtohej me dhunin, nuk pajtohej me mohimin e lirisë e individit. Ishte shpirt i lirë. Edhe kohën e metrisë kishte dhonë, se nuk mund të fliqë në radhë parë nuk mund të fliqë kundër mbretërit e kundër matnisë. U diktun se bën pjesë në një lëvizje klandestine ilegale, pse dihet që lëvizjet komuniste kanë si pikësënim revolucionin për myshin e shoqërore politike të qytetisë. Dhe këto në Shqipëri filloi ndjekja ndaj kësaj shtrese, edhe të parë që e pësu të gjenë komunistat e Shkodrës. Burgu i Mbreshtanit, Berat 1939. Është gjithmonë kështu, pas ditës së vështirë e të lodhshme të punës, kjo kohë pushimi në muzikë, paradarke, është koha më e trisht. Gjithmonë unë zë vend aty pas dritares dhe shikoj jashtë. Flok bore bien pa rreshtur. Hijet e muzgut zgjerohen gjithnjë më shumë, derisa ndryshojnë gjithçka në një hije të zezë unike e gjigante. Ndërkaq shokët këndojnë, grumulluar rreth zjarrit, duart shtrirët përpara, thua se janë duke u lutur. Ata bashkojnë zërat e tyre në një këngë shkodrane të trishtuar nostalgjike. Kjo melodi e trishtuar e Shkodrës sime ma shtrëngon zemrën në një morsë të dhimbshme. Shkodra. Sa larg është Shkodra ime. Si ishte herën e fundit që e pash? Binte shi. Autobusi kalonte me shpejtësi dhe roja nuk na lejonte që të nxirrim kokën për ta parë për të fundit herë qytetin e dashur. Shiu kishte formuar mbi xhamat e makines një shtresë të papërshkueshme mjegulle. Shkodra, ajo. Çfarë do të bëje ajo në këtë orë?
a thua me ka harruar tashmë? Nuk mund t'i shkruaj, nuk mund t'i dërgoj të pakt një përshëndetje, por ajo e di sa e dua unë. Ajo, pensieroza ime, e di këtë. Oh, zoti im, sa shumë e dua, dashuria e saj më është një mbështetje. Shikimi i saj e ëmbël, i këndshëm, shikimi i saj më jep shpresë, e më frymëzon. Që i denom, në breshtat në Beratit, pak muj, prej janarit deri në prill, se në prill rrët pështimi italian dhe dihet se këto buzët e kampet e u shpërban që njerëzit dolen vëllet vetë, kur po jepte provimit e maturës, u burgos nga kostura fashiste, nga karabinjeria. Kur shkojnë për provime, shëqtoj prej burgut, ja pagoj një haraqa dhe fashizmit. Pse kishte met në lista si komunist. Kësh ishte komunist. Do të përgoset prap, këtë herë nga fashizmi, ditën kur mbaronte provimin e fundit të maturës, në qershor të vitit 1941, në vend që të hillte në erë libra, fletore e të shkrihej në gëzim të shfrenuar të rish, ai që kishte vullin e përsekutimit në ball, do të drejtonte hapat e tij të plokshт prej liceut ka burgu i qytetit. Sytë e dhimbtën të profesorëve që kishin hyrë për të garant për një javë, e ndiqnin nga për te xhamave të dritarëve të gjimnazit. Një vëllai priste me tesha te dera e burgut. Mbas tij kërciten përsëri shulet e rand të dyrave të hekurta. Kjo eksperiencë idh aq më tepër edhe pse e përsëritën, do të mbesë regjistrueme përgjithmonë në vetdijen e tij, e do t'ja mbush shpirtin me shqetësim, si shihet nga shënimet e ditarit mbajtur gjatë burkimit të verës 1941. Ai shkruante: I nisnë në burgjet e reja, rrethuan prej rojesh të vranta, kolonat e përfaqësuesve të mjerimit kaluan, plot poter hekurash tingëlluese, mes ndërçimit të bajonetave të mprehta. Shkuan drejt në fakësh të zeza, shkuan ka hnetet e errta, shkuan në qeli këndirëse e pise. I vërejta me sy të dhimbtën e me njësi të shkyeme, ka u përshkuan nga dalzi e lodhshëm në dritaret e nalta të burgut. Kaluan e në rrugën e tyne fatzes, pash ardhmenin time, e në fytyrat e tyne pash fytyrën time. Që me thembëlimin e partisë komuniste filloi lëvizja antifashiste, jo lëvizja për çlirim. E drejtuar nga partia. Dhe ky sigurisht nuk e bëjë kësaj thirrje. Ky vazhdoi studimet në Itali. 7 tetor e martë. Në Padova, larg Atdheut, larg Shkodrës, larg Tmive, në një qytet të zhurshëm, në një shpirtin të mumush plot trazim. Çdo mëngjes komunarët e tingëllueshme më kujtojnë se në një skaj të largët të këtij rruzulli është dikush që pret. Dikush që ndoshta sjell syt ka veriu i harc e i nal në rancë të Alpeve të largëta e të nalta. Padova. E unë rije një gjëj të rishtushëm tingëllimin mallnjellës të kombonarëve padovane. E më ngjarn se nëpërmjet atij tingëllimi më vjen përshëndetja e saj e pritur. Në vjeshtën e vitit 1941 shkon në Itali për studime universitare. Vendoset në Firenze, ku ndjek studimet në Fakultetin e Jurisprudencës. Është student i zellshëm, veç shkenca juridike e tërheq dhe entuziasmon. Kohën ja kushton studimit, por edhe koncertet simfonike e galeritë e arteve kontribuojnë në edukimin e tij artistik. Artikuj studimor dhe analizat estetike fillojnë më herët e vërmëtarinë e tij. Vetë artikulli 1938-s në cungim të flatrave të letërsisë shqipe i kushtohet Migjenit, gjeniste të cilit do t'i drejtohet her pas here deri në fund. Ndërmjeda e entuziasmon poema Andrajetës dhe i Tretuni,
u dedikon një analizë estetike, që kur ishte fare i ri. Pastaj, vinë studime kritike e biseda përkujtimore për Naim Frashërin, për Mixhenin, për Platinusus, për Nexhi Hakiun, për Kutelin, për Gasper Palin, Stereospasën e tjerë. Studime rreth betave e betexhive shkodran, mbi veshin kombëtare e tjerë. Ka një studim italisht rreth kanunit të Lek Dukagjinit, mbajtur para kolegëve italianë në fakultet, dhe një mbi fishten, mbajtur në rrethin letrar të Firencës, por në gjuhën italiane. Për mes ditarëvet, njeriu e kupton mirë gjendjen, kupton dilemat, kupton dyshimet, kupton shqetësimet, edhe shqetësimet vërteta, me një lloj frike që kishte ai, që çfarë do të cillte kjo përmësje, që tërmetohej, do të përmësej botë e vjetër. Çfarë do të cillte këtë qëllim, ne po themi ndërthojsa. Ndoshta janë rreshtat e fundit këta. Stuhia po afrohet në një mënyrë të nxituar. Ret gjinden tashmë mbi kokat tona. Çfarë është vdekja? Po përse me hyn në punë që ta di? Unë jam mirë fytyrën e saj të tmerrshme. Ishte një grup intelektualësh që po sa ishin kthy nga studimet, lufta, të pa kryer studimet, besonin se këtë liri fjale do ta sillnin Partizan Kemal, do ta sillte kjo lëvizja e re nacional shqirimtare. Dhe shumë prej tyne e durtërokitën atë. Shumë prej tyne e pritnin si mesia, si një shpëtimtare këtë periudhë. Dhe kjo i hangri kokën. Muajin e 4 mas shkrimit, apo jo, këti erë dhe mënimi për profesor. Kjo ishte edhe teoria e famshme e Leninit. Ti marrim mbi të burgjezisë që janë të përgatitur, apo jo, dhe pastaj, mos i krijojmë teknikë tonë, këta i fshim lista dhe e çojmë punëtor thjesht. Pak na dha mësim, po aq pak sa dha meten të pashlyme në kujtesën tonë, sepse kishim të bënim me një pedagog erudit. Ishte i ri në mosh, i bukur, poliglot, dinte italisht, frëngisht, gjermanisht, latinisht, bile dhe rusisht. Ne ishim adoleshent, apo ja, kohën e anërat, kohën e... Edhe në vite si dhorat për i qilit, në vite këtë djallëshëri që ishte 24 vjeç. Apo tanë energji, tanë entuziazëm, me një oratori të shkëlqyeshme. Unë edhe shokët, që më Dracinin, e kujtonim si idhull, si një ikonë. Ai kur hynte, na dukesh se po hynte një njeri jo i zakont. E shikonim si një njeri që vinte nga një sferë tjetër, nga një, për shembull, i pastër, i ri. Na mahnite me memorien që kishte, dinte përmendsh poezit Goethes, dinte përmendsh pjesën më të madhe të Ferrit të Dantes. Bile prej ti që i kam mësu përmendshën atë të shkruar në derën e Ferrit. Përmendsh e di, sepse e kam mësuar prej ti. Përmendsh e di një poezit Goethes, bile edhe për ktheva vetë, zwei Kammer nach das Herz, se në reciton taj, drin wohne die Freude und der Schmerz, wacht die Freude in den Reinen, sa schlimmer der Schmerz in den Seinen, o Freude habe Acht, spricht leise, das nicht der Schmerz erwacht. Dy dhoma ka në zemrën time, njënën rigëzimi, në tjetërën hidhërimi. Bënxhur në gëzimi njënën anë, dremit hidhërimi në anën tjetër, dhoni lutim gëzimit, o gëzim, kim shirë, fol nga dalë, të mos zgjohet hidhërimi. Kur fillon të mësimi letërsisë, komente e në rëbente
si kur na jep të flatar edhe në një të shemlartë edhe harrosh pëse e në orë të pësimit. Kur bëjnë të zilja, na vinë të keq. I tillë ishte që i magjishëm. Edhe na futi i dashonit të jashtëzakonshme për letërsitë, për librin. Me zi që përqim në orë letërsisë. Si rastësi ndoshta, po rastësi e bukur. Më njëherë, me që adhuronim, unë ndoshta isha dhe fansi i tij më i madh. Një ditë para se të hynte në klasë, shkruan drasën e zezët, tobe or not tobe. Dhe një pikë pyetje të madhe. Shkumës. Erdhi, hodhi syt nga drasa zezë, edhe lexoj anglisht. To be or not to be. Ai që ka shkruar tha, do t'i tham vetëm to be. Vetëm trosh. Njënën nga gjeta njënën nga ditët e ditarit ti, thot, o njerëz, ju duhet gjithëve, jo vetëm njerëzit atë dhotim, po njerëzit e gjithësisë. Më të kujton thanjen e Julius Fučík, për para se të pushkatonin. O njerëz, ju du jeni vigilent. A i këten jeni vigilent, nuk e thonte, nuk na e tha, por ama s'kishte nevojt na e thonte, se ne e kuptonim vetë, se jeta është një dhurat e perëndimeve dhe langu i tij duhet pirë deri në fund. Ai nuk e piu deri në fund, langun e tij, e jetës. Jetës që e dorë taj shumë, të cilën amronte ta zbukuronte për të mirën, jo vetëm të vedin, jo vetëm të Shkodrës, po të gjithë Shqipërisë. Një Këshemali që përdesa që diçka si qellor, si veshën me një aravol, kur ishim në orë e pushimit, kur shkoshim në ekskursion dikun në shtoja të Urakirë tërë, e i shkrinja i mende e qeshte, na defton të Barceleta, Qemali vinte këtu, e na përgatitte ne se s'kishim libra, na përgatitte tekstet e lancë, biografitë e shkrimtarëve të huaj të vendit. Çfarë bante? Shkonte vetë dhe gjete një punëtor që i hithën shap telegraf, për shembull 20 kopje, 30 kopje, edhe na i bitën e na pagushëm atë çaj detyroshëm atë idi. Po këtë mund e bante ai pra, edhe me e bën tekstin, edhe me shku me shtyp, edhe marrë me në shpërnda, me në marrë parat me qumë. Tetuar 1943. Po çmendem, o Zot, nga gjitha anët ndjej damare që shtrëngohen rreth meje, shëduar të gjakosura dhe persekutor që më djekun, që kërkojnë fytin tim, larg meje, por fërmarrja më rëndohet, zemra më rre, me përpinë stuhia kohës dhe unë kërkoj të iku edhe një herë, për të fundit herë, por jo, rrezikzi, nuk mund t'i shpangësh fatit tënd. Ti ke lindër me atë, ai ka lindër me ty. Vullin e tij fatale e ke të shtamposur në mënyrë të pashlyeshme në ballin tënd. Në ballin tënd me rrulla, ashtu si shpirti yt. Këtë e kam thujt një komet, se vërtet një komet ishte, kometa digjet për mrana, edhe këtë po digjesh për mrana, dëshirat e ti të mëdha, ëndrat e ti të mëdha, dhe po të marrësh të një ditar, po të marrësh ditarin e ti, është vërtet një roman në vedi, roman autobiografik në vedi, sepse çdo dita ati ditarit është koncentrat, është përmajtje e një novele, e një drame, e një romani, e një poeme. Bila e edhe një vend e thot që se tu shka një lloj projektit, do të bëj këtë romane, do të bëj këtë tragjedie, këtë drame, tjetër, edhe këto përkthime. Nuk i bani sepse kometën e nërpren. Njohuritë e reja juridike, ekonomike, sociologjike, politike, artistike do të shtohen me kohë. Në kontingjentin e parë të e krijuar kështu themelin e atij erudicioni që do të karakterizojë më vonë edhe si figurë të re në kulturën tonë, edhe si mësues i ardhshëm i letërsisë, i pajisur me një intensitet interpretimi e depërtimit të pakrahasueshëm, ai nuk mbetet thjesht një lexues i pangopun,
por një asimilues origjinal që diti të mbaj për vete shumë elemente këtyne veprave të shumeme. Krahas pasionit për librat, Qemalin e tërhoqi magjia krijimtarisë. Të dy këta pasione shkojnë paralel në rininë e tij. Haxhi Dauti, shoku i tij i ngushtë nga Vlora, një alter ego e tij siç e quhen vetë Qemali, shkruante kështu për të kur ishte maturant i gjimnazit të Shkodrës. Le të lihet i lirë në udhën e tij, ky adhuronjës i verbër i bukurisë, se do të falë shumë më tepër e do të shërbej më mirë, sesa po të marrë një udhë tjetër që ta çojë në tempuj të tjerë, zotët e cilëve ai si beson. Në zemrën e tij gufojnë zjarri, afshi, drita, që janë tre elementet të domosdoshme të dashurisë njerëzore, tri burime të pashterruara për një artist që do të krijojë. Dhe ai krijoi që në agim të jetës së tij. Dokumentohet nga një letër e tij dërguar redaktorit të një të përditshme që artikulli i tij në cungim të flatrave të letërsisë shqipe ban pseudonimin e tij, Malseni, dhe datën 13 tetor 1938. Por ai duhet të ketë shkruar butu më përpara. Ka në do shkrime sot me këtë pseudonim butue ose jo, shkrime si pendimi, viktima, breshtan, ikuni, luftari i vetëm, pra ndovorreve të vetmueme e tjerë. Po shkrimet e tij nënshkruar me pseudonimin Malseni duhet të ketë qenë më të shumta e më të hershme. Për Draçinin, vuajtja është rrëfimi i mbram dhe sipas tij koncepti i vdekjes së migjenit është i ngjarshëm me filozofinë e vargjeve të Sergej Jeseninit. Tek vuajtjet kemi vargjet. Nuk e di shoh jetë se kaq i tmerrt është grushti yt që mbyt pa mëshirë. Qemal Draçini shkruan: Migjeni nuk bret ma, ndoshta pse fuqitë e kanë lanë, ndoshta pse kujtohet që është kot. Toni i vujtjes është si toni i letrës mrame të poetit Jesenin, i cili shkruante: në këtë jetë me vdek, nuk është më gjë e re. Rrethanat negative të ekzistencës së tij nuk janë poshtë në vullnetin për jetë e dritë Qemal Draçinit. Ai sudërzua në krahët e trishtimit e të mizantropisë, nuk u përmbyt nga valet e indiferentizmit apo të nihilizmit. Vale goditëse të vuajtjes, shpirti i tij aq aktiv e human e transformoi në energji krijuese, i mbrojtur me dhimbje njerëzore, gjithë qenia e tij do dridhej në përshtypje e një jesie fisnike për vuajtjen e njerëzve. Prandaj në shkrimet e tij të shkurtra të mprehta pasqyrohen problemet të thekshme, aspekte të dhimbshme të jetës shpirtërore, morale, shoqërore të botës shqiptare. Normalisht ne të kemi një brezëri e vim afort imazhet që na kriju dhe janë visi fragmente, rrëfimesh para arsve tanë. Ne na brez më i ri, cilat për arsye moshore na nuk kena kontaktin ose kujtimet direkte. Ka dhe korrespondencë shumë kryesisht periudhën kur kanë në Itali, ka korrespondenca ku shpreh gjithmonë për nanën në radhë parë, sepse nanën ka pas pikë dot, do të thonë ka adhuron qoftë ditar, qoftë edhe në letrat që dërgon periudhën kur nuk ka Shqipëni edhe është student, njëti i marrëdhënie kreti është zakonshme me adhurimit për nanën e vet. Sigurisht pastaj ka shpreh hallet e pyetjet e interesimin për gjithë pjesëtarët e familjes. Sa kam qenë fëmijë gjithmonë babën e kam dëgjuar duke folë që ka pas një vëlla Qemal që regjimi atëhershëm mos e torturoi dhe e zhduku. Këtë kam dëgjuar edhe prej profesorëve të mi që thoshin heshtja ke pas një axh. Ndërkohë për sa i përket babës, baba kujtohet gjithmonë që respektin gjithmonë ka pas prej vllas, se baba pat shansin e keq që me bë burg politik në kohën e komunizmit. Filmas arrestimit dhe ekzekutimit të arës, babën e dënuan, baba ishte fillimisht mësues, pastaj u dënu. Dhe bani burgjit në dy kampet më të famkeqe, Bedelin ka vajsa dhe Knetën e Maliqit. Në vitin 95 u bë botimi i librit të era, u nis nga profesionin, takote mu marrë me konceptimin e kapërtinës. Edhe unë pata zgjidh nga albumi familjar një fotografi që është një personazh në hije që një studio mush me libra edhe
një imazh që ka edhe shumë kontraste të forta drejt hijes, por nuk lexohet krejtësisht qartë. Unë pa të zgjedh të unis profesionalisht për me ndërtu një imazh energjik. Por njëkohësisht është ndoshta edhe treguesi më i vërtetë të cilat janë marrëdhëniet me një figurë që është prezent nëpërmjet mungesës, që do ndikon mes trishtimit edhe adhurimit. Ti ushqy me këtë një imazh që është gjithmonë hijet, vjen me kontraste tragjike, po njëkohësisht edhe me mendjen tënde për rrëfimeve familjare, është gjithmonë një personazh që shndron mes një rafti librash, duke studiu, duke përkthy. Këtë sens ta unë që imazhi që po përdor pavarësisht viteve që kanë kalu, besoj se është më i sinqertë e më i vërtetë, cilat janë ato marrëdhëniet krijuar me brezat e pasardhësve në një familje që sigurisht që e ushqen me adhurimin e para-arsit, po është e ngarkuar edhe me nostalgjin, me trishtimin për një hupje familjare të dhimbshme sigurisht. Në formimin e Qemalit marrin pjesë 3 elemente të rëndësishëm. 3 dashuri. Dashuria deri në fanatizëm për qytetin e tij të lindjes, dashuria për letrat dhe dashuria e zjarrt për lexime. Është tepër folës fakti që në një moshë të re e për pak kohë krijoi me përpjekjet e veta një bibliotekë personale me 3400 libra, shumica në gjuhën shqipe, italiane, frënge. Ai lexon për ullëtit libra. Sa është fjala këtu vetëm për veprat e klasikëve të letërsisë evropiane, për ta punoi që nagim të jetës së vet kulturore. Ne e gjejmë në dorëshkrimet e tij edhe hartimin italisht për aspektet e veçanta të veprës së Dantes, Manzonit, Pascolit, Leopardit. Në frëngjisht për Voltairein, përkthime poezish të de Musset, të Baudelaire, përkthime nga Keats e Shelley, e tjerë. Ajo që tërheq vëmendjen janë citate edhe nga veprat e autorëve kontemporan për kohën, 50 vjet më parë si Ungaretti, Quasimodo, Pirandello, Adanegri e shumë tjerë. Ishte në Burg në verën e vitit 1941, kur fillon përkthimin e Dostojevskit, të Zvajkut, Estetikën e Kroqës, Aurorën e Nietzsches. S'është vendi këtu me rrështue vepra dhe emra shkrimtaresh, por me theksue faktin që tregon se ai, nxënësi shkollës së mesme, që në atë moshë kishte formuar një kulturë mjaft të gjanë e saj të njohjes së letërsisë narrative dhe filozofike evropiane e botnore, dhe se këtë lexime brumosën në shpirtin e tij prej artisti. Flasur për 3 dashurit është një lloj kënaqësie estetike, si thosh. Aty njeriu përjeton ata një jetë festike. Se si edhe në dashuri, ai që në të vërtetë festik, që djali karakterit. Nëse ai mat trupin e tij me entuziazmin, me karizmën, ai i bani për vete, Njerëzit, pa aq më tepër edhe studentet italiane që u çmenden mos ti. Në një qoshet e pentagramit, ku që hell kanga Turtullesh, lexojmë këto rreshta të kompozitorit Ramadan Sokoli, mik e shok i ngushtë i Qemal Draçinit. E mandej lindja e kësaj kange veç të tjerash, kje edhe nga dëshira mu bashkue në një lidhni shpirtënore më intime. Thonë veç tjerash, po xhexhen tash ta jep historia, basi kjo jona të ketë qarkulluar ndër mia buzësh, deri pranë votrave, ndërka sollet madh vetmueme. Ky ishte shumë i pastër, ishte i sinqert, edhe kur dëshiroj me të vërtet, dëshiroj për vitet tona, para se të shkoj në Itali, kur dëshiroj një normaliste shqiptare, cilën e bajlajmë në anonimat, po ajo zënë vend
të gjanë në detartë. Këto njëjat e ti, dashuria e ti, sentimentet e ti, të kujtojnë vujtet e vertarit. Është një romancë e vërtet, në bëtë. Vujtit e ti, lektisit e ti shpirtërore, dhe kohën që i kushtoj me letra, me përshtypje, kësaj lidhje me anërat e ti, zhgënjimet. Janë një faqe e mrekullueshme, doan titaret pa muzikë që një dashuri dhe kjo dashuri pa fat. Kemal Darshini i kishte në harmoni të dyja, edhe shpirtin, edhe fytyrën, edhe mendjen, edhe bukurinë. Ne edhe e donin edhe vajzat, e donin shumë. E donte Maria, e donte Antoneta, e donte ajo vajza bukuroshe toskane, e cila i kërkon të vazhdimisht që ti shkruante ose ti fliste për atë dhonë, dhe i fliste për atë dhonë. Por ja atë dhonë folklorik, i fliste për bukurinë e atë dhonë, për bukurinë e Shkodrës, për mahnitjen e njerëzve që ka ky vend. Iko në Itali, atje njofti një tjetër, edhe që i pasqen një fort, që një bashkim, dy trive shumë të njëjtë me një tjetërin, nga kultura, nga formimi, nga vullneti, pavarësisht se ky ishte shqiptar, ky ishte mezetar, ai ishte nordike, gjermane, po përputhen jashtëzakonisht edhe që shumë e fortë ajo dashonia, nuk e harroj. Te libri është një, si man, letër e pa dërguar. Aty ai ditar i ka shkruar një letër që e ditë se nuk mund të shkojnë të asaj se ne ishim të izoluar, edhe letra pa dërguar Maria, sa shumë interesante. Është tanë mendime, tanë analiza, tanë kujtimet mrekullueshme. Njëru i lexon domethënë, edhe me dhe shumë i prekon. Ti nuk do ta marrësh kur këtë letër, as do t'i lexosh këtë radhë. Fia që ende na bashkonte u shkëput pa pritmas. Dhe bushllëku u thellua midis nesh. Por unë të shkruaj prap se prap, sepse do doja të mësoja, të paktën për një qas, se të kisha pranë, se mund të diskutoja me ty, se mund të shkruaja një letër. Pastaj ka një roman të shkurt, sentimentale, ku që këto profesor. Po dhe ke që destinua dhe kjo roman të ishte shkurt, sepse nuk përkonte mosha për Kemalin. Vajza, çmane e masi, po ti duke sikur po shfrytëzonte naivitetin e saj, sinqeritetin e saj. Ky është fundi i dashurisë sonë. Është shumë e trisht, ka i herë me shqiptu e fjalin, ky është fundi. Treni pret sinjalin e nisjes. Tashma udhëtarët kanë hyrë në vagona dhe shami tundën dhimbshëm në muzgun tragjik. Është fundi, shoqja ëmbël. Na po nisemi. Nisem, ti nisesh, por udhëtimi nuk është i njëjtë. Rrugët janë të ndryshme, drejtimi ndrron. Mori fund çdo gjë. Nisemi në dy drejtime. Lëm të mirë, mikja ime ëmbël e vogël. Ishte poliglot, ishte erudit. Në edhe fishta i madh, e deshi për sekretar të vetë. Ishte antifashist, në edhe nuk në gjoj të shkoj të redaktoj revistën e Fashos në Korçë, megjithse kishte një rrok të majme, si që thot ai vetë. Shkoj të radin në operacioni e dimnit, me Mëqehut, dishe si saloni i prefekturës sot, o bashkia sot me, saloni po shkojnë krejt e mushën, me qina qytetarë Shkodran, nga familjet më të mira, tanë kategorive. Ish në punca, ish oficera, ish mësus, intelektual, tërktar. Vetëm se qaja kishte marrë mendja aty në brigada partizane, se këtu kishin ardhur brigada nga ju. Para ndjenjë rënqellëse e ardhmërisë së vet, fatzes, pse 5 vjet më vonë ai prap do të ndjejë në mish në shpirt krismat e shkullave të burgut,
këtë rrallë të burgut të ri të diktaturës së re, për cilën nuk la dëshmi, pse nuk mund të flitej për ditare shënime në birucat e sigurimit komunist, veç për lemëri, për torturash njerëzore dhe vdekje. U zhduk pa namë nishan diku në qoshet e atij ferri. Është fati më tragjik që i takoi shkrimtarit më të ri shqiptar të atyre viteve, por edhe më njerëzorit, pse, siç pohon Nietzsche, sa të vërteta përballon një mendje, sa të vërteta guxon të thot ajo. Kjo është ballë gjithnjë më tepër masë e vërtet e vlerave njerëzore. Një sulm i egër, i pashemullt kundër intelektualve, kundër atyre që e donin shumë Shqipërinë, e donin shumë atë dhonë, dhe e donin atë dhonë, jo një, si thosh, një zonë orientale, si që ishte e mytur nga zakonet, e kanonje, nga të gjitha ata të zezat që i vinin nga ideologjitë e ndryshme, të pushtimeve të ndryshme, qoftë slave, qoftë turke, qoftë fashiste. Pikërisht kjo që ju hangri kryt. E përsa i përket kujtimeve që baba më flitte gjithmonë për Axhen, në burg, aty ku vute dënimin, ka pas edhe krahas për nekun në politikë që ishin destinu me vujtën e dënimeve, domethënë shumë shqiptar, intelektualë, familje të mira për anartën, mbeten ka vajzë që ishte edhe prej aty në të nomenklaturës komuniste, që Enver Hoxha i dënohet e vetë. Një prej tyne ka kënë edhe Maqo Çomo, që baba e ka pas në Knet Maliqit. Edhe duke kënë sa i zëvendës ministri Mbrëmshëm edhe shpesh herë baba më flitte për Qemalin, duke e vlerësu si figurë, njëkohësisht edhe t'ju diftu detajet se si arriti mu dënu Qemalin. Normalisht nga sistemi komunizëm edhe para se me marrë luftën, Qemali ishte i destinuar të zhdukej, vetë fjalët e Maqo Çomos. Vetë përshtypja e qepet çdo lezuesit, apo jo, ku i flet për vazhdimisht i thotë skena vdekjet, skena të tilla, gjithmonë mërzi, gjithmonë shqetësim. Mendimi ishte edhe e Enverit e të vllajt, drejt poshtë. Edhe i shokëve që e kanë njohur, edhe i Ramazan Sokolit. Se kë, ku di unë, të lënë përshtypje se e dinte se do të ketë një jetë shkurt, nuk do të gëzoj jetën. Fatkeqësisht në eliminimin e Qemalit, sipas të kujtimeve të Skënderor Lerasit, dëbutume para disa kohësh, ishin edhe dy shkodranë tjerë. Edhe ajo thotë si me mllëftët, si ka mundësi që shkodranët punu kundër shkodranit. Në interes të Dhemjetër Shqipëriqit, i cili kishte lidhje me Zoj Themelin, edhe u bën edhe eliminimi i Qemalit. Ai sistem ka këna që i kamufluar sa ka zhduk edhe provat. Duke pas parasysh ta veteranë që janë në Shkodër sot që kanë njoft prej afër Qemalin, kuptohet e mosh që edhe kanë vdekur pa të paktën me vite që i kanë, domethënë gjithmonë e qush një fatkeqësi ose një gabim i rënd i sistemit të kohshëm që arriti t'ia bante Qemalit këtë punë, domethënë se Qemali u mati si njëri iniciator, një njeri i aftë për punën intelektual, çka nuk i përgjigje ndoshta interesave dikujt tjetër që kishin shumë mangësi në figurës të tij. E dinte se vjet të shërngon radh edhe mos sot nesër do të përlante kosa diktaturë si kur i përlau dihet. Sa njëri pa faj a denu, apo shkatu, ashtë morin e përkam, duke dhënë vend një punës, po qënë përdheme, punë të rana tjera. Familjet shkodrane kanë kalu peripeci shumëta, ka pjesë që janë të matë. Nuk janë ajo, se më dhanë, rrëth 3.000 vëllime, manë me në shënimet e veta i matë, por nuk ashtë ka sot 3.000 vëllime, janë pjesë shumë ma vogël. Ka pjesë të bibliotekës Qemalit, por nuk ashtë maja sasia e mas shumë e shumë vitesh vështërësish edhe sigurisht nuk ashtë ajo biblioteka dikushme. Sa herë jam rregur të përkujtoj denjësisht këtë martir, mallëngjehesha e turbullohesha shumë. Me gjithë dëshirën time, në atë gjendje shpirtërore nuk gjeja dot fjalët e nevojshme për të shprehur çka më gëlonte për brenda. Tashtiri shikoj me sytë e mendjes Qemalin, ashtu, kërthnezët e plot gjallëri, me trupin e tij shulak e të ngjeshur,
me krifin gjurmë gështenj, me shikimin e mpretet dhe bërtues, me buzëqeshjen e veçante plot për zemërsi. Fizikisht ai nuk shuaj për hije shi të posaçme, por megjithatë kishte diçka shumë tërherëse. Ky përshkrim i pamjes së jashtme të Qemalit do të ishte një skicë fare zbet, po të shpërfillej karakteri i tij me temperamentin e zjarrt, me mençurinë, zelljen dhe vullnetin e çelikt në punën ngulmuese, si dhe me përpikmërinë e virtytet e tij. Qemali e vlerësonte shumë miqësinë, si dhe besnikërinë. Dhe shokëve të ngushtë kishte shumë mirëkuptim, dhe dashamirësi me të vërtet vëllazërore. Nuk i doronte praninë e trollakëve, me qëllim se koha djegur me bashkëbisedime të kota. Hallet e ndryshme i përballonte burrërisht, pa e humbur thellësinë e drejtpeshimit. Po përmend një rast shembullor. Pas pushtimit italofashist, me që ishte shpërndar një trakt ilegalesh, e thërritën Qemalin në kuesturin e qytetit, si dyshim politik. Aty vetë kuestori ja paraqiti traktin e sapo shpërndar. Qemali mori lapsin dhe me qetësi filloi të çortonte gabimet drejt shkrimore të fletushkës, duke thënë: "Gabimet të tilla gjuhësore nuk do t'i lejoja kurrë vetes." Qemal Daraqini përktheu dramën e Gorkit, Bujtinë të varfërve, dhe e përgatitin vullnetarisht. Ka qenë një, aty ku është universiteti sot, ka qenë një ndërtesë e shoqënisë Vllaznia. Aty bënin provat natën, pa drita nganjëherë. Në dimrin e ftohtë të vitit 1945, të frymëzuar nga ngazëllimi i mbarimit të luftës dhe bindje majtës për hapje epoke lirie e demokracie, afshet e mpira intelektuale të qytetit ton me dumë të pashoq nisën të knellen pas një letargjie kulturore të detyruar. Ata nuk ishin aso kohë koshient se pikërisht ajo ngritës e motit do të shëmbëllente fillimin e një letargjie të re, që do të zezonte gjithandej e me dhunte pa shembull në historinë tonë. Pranë shtëpisë së rinisë po afroheshin të rinj të gatshëm, madje të dëshiruar, e të freskët, për t'u hedhur pa hezitim në veprimtarinë kulturore artistike, nga më të ndryshme. Sigurisht, veprimtaria që më ra në sy më njëherë, të që mirëprit prej kujdo, ishte projekti i vënjes në skenë të pjesës teatrore të Maksim Gorkit, Bujtina të varfërve. Atë vepër e kishte përkthyer Qemali dhe do ta vinte në skenë së bashku me profesor Filip Ndocajn. Unë me Qemalin kam qenë njohur edhe më parë, por një afërm i vërtet na krijoi pikërisht vënja në skenë e kësaj vepre. Vepra Gorkit u mirëprit nga publiku ardashës shkodran, por s'u mjaftua me kaq. E gjithë trupa u transferua në Tiranë, ku shfaqja korri sukses të gjithanshëm, e përgëzime të sinqerta e të qilërta nga intelektualet e spektatorët mbar, qenë të panumërta. Me njëherë pas Bujtinës, bashkë me Qemalin, nisem projektonin shfaqje të reja. Ai kishte një huri të mira të plota, jo vetëm mbi repertorin e teatrit kombëtar, por sidomos njihte mirë veprat me të përmendura të teatrit botëror. Qemali ishte një rrezik aktiv për sistemin atkohshëm. Sa i sistemi do të vetëm një randa të vetëm mbështet dhe drejtohet si mas interesave të tij. Nëse Qemali nuk ishte e figurë që si mas babës gjithmonë, nuk ishte e figurë që mund të drejtojnë të kush. Edhe të thote, të bëhate si qdosh në ta. Qemali ka dëmnu, vrasjet për intelektual nuk kanë fillu qësh në 45, në të kanë fillu që më përpara. Bandat komuniste, si mas kujtime, si që mund të lezoni dhe vetë, ata kanë vra, kanë pushkatu pa gjyqe, shumë intelektual, pranar, të gjithë atyne që kishin një farë kredit në popullsi. Ai ishte një tip intelektualit që dëshironte dhe dëshiron edhe sot Shqipnia. Pa fobi. Nuk ishte as fobi fetare, sepse shokët e tij shumica ishin katolik. Nuk ishte fobi krahinore. Ai kishte studime të jashtëzakonshme për një moshë tillë,
si për Fishten, ashtu edhe për Naim Frashin. Të dy qunte, si thush, figura kombëtare, perla kombëtare të letërsisë. Jo si sot, pra është i shembull edhe për sot, i qenë në kohës edhe sot, sepse ka disa fobi, po i quhen unë, që mundohen ta zbehin Fishten e të ndërcojnë Naim Frashin. Ky nuk i kishte këta fobi. Pra ja të tillë intelektual i duheshin Shqipnisë në atë kohë. Një Shqipni e përçarë me dialekte, me synime pushtuese, me kontradikta e ndeshje njëherë të përgjakshme sociale të neneve, të ligjeve të pashkruve, të shtuqyrit kanon e tjere. Pra këta donin të çlirum atë dhone tyne nga këto ferra, mund të quajmë, nga këto gjemba që e gjakosnin për ditë, edhe mjerisht e gjakosin edhe sot. Sende personale janë shumë të pakta. Ka i aparat fotografik që e ka përdorë si moshën e rinisë, për fotografitë. Janë shumë të pakta objektet personale të trashëguara, janë sa pllaka gramofonit me këngë të dikush me të asaj kohe. Pra janë të pakta, si objekte janë. Imazhi i këtij krijuesi dhe kritiku i bën nder jo vetëm Shkodrës, por tërë Shqipërisë. Ai pa dyshim mund të radhitet krahas krijuesve më në zë të Shqipërisë. Dhe jam i bindur se kushdo që do të njihet me jetën dhe veprën e tij, do të prek dhe do të përjetojë shpirtin e gatuar me tragjedinë. Njëkohësisht që Maldarçini është simboli i gjallësës dhe i sfidës. Simboli i vërtetës se e keqja, sado e madhe të jetë, nuk mund të varros kurrë të bukurën, të mirën, atë që përbën thelbin një populli, një kombi. Që ishte një zë i jashtëzakonshëm, nuk vërehej vetëm nga skicet e para, prozat poetike me të cilat startoi, pastaj nga tregimet, novelat, romanet e dorëshkrim, poezitë origjinale dhe të përkthyera, por në rradhët e parë nga mendimet, vlerësimet për veprat letrare të kohës, për autor të rëndësishëm të letërsisë kombëtare, mbretësia të vërejturit, intensitetit dhe pasuria të përjetuarit të fenomenit letrar, formimi dhe kultura letrare që zotëronte në moshën 17 vjeçare, në fakt dëshmojnë për një personalitet që, edhe në mjediset me traditë të pasur kulturore, letrare, lindin tepër rrallë. Kontributi që Maldarçinit ka qenë i jashtëzakonshëm. Ai ka meritën që nxënësve u dha tekste dinjitoze për letërsinë, u zhvilloi mëzime elektrizuese emocionale, u ngjalli dashurinë për këtë lëndë, u edukoi vullnetin për leximin e letërsisë artistike, të librave shqip, të përkthyer në gjuhë të huaj, që të gjitha së bashku plotësonin dhe pasuronin formimin e tyre gjuhësor. Masi ra sistemi 19 ka bërë përpjekje të mëdha me anë të letrave në shtet, duke u madje ka bërë një kërkesë prokurorisë shqiptare ku akuzohte Dhimitër Zhydiqin si rast të i Qemalit me zë themelin. Presidenci në atë kohë, po ndërkohë nuk ja kthy asnjë lloj përgjigjet. Ka met enigma e punë, ndërkohë që ekzekutorët e tij që kanë ushtruar tortura në trupin e tij sot janë edhe gjallë, madje edhe me dekorata. Ishte një komet që janë nërpren. Ku janë ata që janë nërpren? I mloj pluh një harrese si turpit dhe pështymë i noqi deri në varre. Kurse kjo komet e nërpreme, që Maldarçini, nuk ka varë, po s'ka nevojë të ketë varë. Gjithat dheu i ti e jonë ynë është varë për te. Ose më mirë me thonë, është si thush një kupol e ngrohtë ku flen kujtimi i tij, i cili nuk vdes kurrë. Sepse një stil që nuk e kërkojnë lavdin, është lavdia që u shkon pas. Dhe pse Shkodra dhe gjitha ato ka nevojë ta njohë këtë figurë të mëritshme, këtë komet
të cilin e nërpren për turpin e atyne që nërpren. E megjithatë, drita ati vazhdon në përgjithësi. Ky ishte Star Memory për sot. Ritransmetimin e këtij emisioni ju mund ta ndiqni nesër, pra të dielën, në orën 12:30. Unë ju lej takim përsëri të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.